Të nderuar qytetar, edhe njëherë për ju drejtohemi juve, sepse këta e din këtu që janë prezent jo sot, po e din ka moti se çka janë duke bërë për ju, respektivisht për qytetarët shqiptarë. Ne edhe gje thamë, po dhe njëherë për përsëris se grupi parlamentari Partisë Demokratike Shqiptare ka propozuar 220 amandamente, respektivisht kërkesa, e që kam mund t'jenë edhe 10.000, sepse kemi përzgjedhur vetëm ekzemplar në përvendet caktuara në lagje, komuna, sa për t'i treguar opinionit se çfarë gjendje është qytetari shqiptar dhe rajonet ata ku jetojnë. Sepse nuk ka lagje, nuk ka vendbanim, nuk ka fshat, nuk ka qytet, nuk ka komunë, e cila nuk përballet me infrastruktur katastrofale, gati asnjë vendbanim nuk mund ta gjesh të rregulluar ashtu siç duhet, ashtu siç janë qytetet e tjera normale në Maqedoni, kam fjalën aty ku jetojnë maqedonasët. Është shekulli 21, ne flasim ende për nevoja elementare, flasim për ujë, flasim për kanalizime, flasim për shkolla, kodina shkollore, flasim për ambulanca, flasim për rrugë, flasim për pika kufitare që duhet hapen me vendet fqinj, flasim për nevoja jetike të qytetarëve në këtë vend. Gjithashtu ishte sistemi komunist ashtu quajtur edhe murtaja e kuqe, me shumë drejt, një sistem i egër, brutal, diktatorial, shfarosës, e shka dush thuj nuk gabon. E për ne, në atë sistem, e kam fjalën për shqiptarët, dhuna brutaliteti ka qenë dyfisht për shkak diskriminimit etnik, njëkohësisht dhe për shkak dhunës dhe diktaturës moniste të atij sistemi. Po për hir të vërtetës, duhet t'i themi disa gjëra se edhe ky propozim amandament që flet për një vend i cili është ndërtuar nisht sistemin komunist, liçenin e Treskës, komunën e Sarajit. Është si pasuri dhe trashëgim që e ka lënë ai sistem. Ndërsa ky sistemi pluralist, të cilin të gjithë qytetarët, pa dallim etnie, sidomos shqiptarët, jo vetëm që i trokitin, po e pritën si dritë, si moment lirie për ta, i shkatroi gjitha këta monumente, gjitha këto vepra që i kishte lënë ish sistemi, njëjtë pat fatin edhe liçeni i Treskës. Dhe kur i themi ne se diskriminimi është baza etnike, buxheti është i ndarë në baza etnike, këtu tentohet prej deputetëve thojza shqiptar, sepse edhe dje dhe sot nuk e shohim asnjë prej tyre që të marrë pjesë, debatoj, spaku t'i kundërshtoj idetë tona. Që është krejt në rregull t'i ballafaqojmë argumentet, sepse ata shtiren dhe thonë se i kanë votat e shqiptarëve, që dje e thamë që s'është e vërtet, se i kanë votat e shqiptarëve, se nuk ka shqiptar normal i cili voton varfëninë e vet, i cili voton skamjen, i cili voton mos pasjen e perspektives në vet, i cili voton dhunën, ndjekjen, proceset e montuara politike, i cili voton plot shkitjen e njerëzës mundit dhe gjakut. Nuk ka. Po është fatkeqësia, sepse ky sistem që ka trashëguar sistemin komunist, ende shqiptarët i sheh si element destabilizues, çështja e parë, e dyta, ende shqiptarët duhet punojnë për një etni tjetër. Edhe gjitha i mund, gjitha të mjete, që vetëm Partia Demokratike Shqiptare i ka artikuluar në program të vetin, që themi se buxhetin e mbushim mbi 1 miliard euro, që është shumë e vërtet, që kemi thonë, pa u bë hulumtime, se remitencat Maqedoni janë aty afër 2 miliard, na dul shumë e vërtet me hulumtimet e fundit që janë bë, e dihet ata mjetet se si përfundojnë buxhet, aty janë
200 milion euro që shkojnë drejt për drejt gati në buxhet, prej taksave, prej TVSH-s, prej doganave dhe shkëmbimit blerjes mallarve në forma të ndryshme. Ndërsa këta që thonë se janë shqiptar për 12 vite, jo që hezitojnë, zguxojnë mi përmend ta sende. E kundërta, kur themi ne se duhet të vendosim në mënyrë proporcionale ndaj buxhetit, sepse në mënyrë gati proporcionale dhe mbushet buxheti. Jo, nuk mundet. Ne e dim se ka veprimtari dhe ka lamije fusha ku ndarja e buxhetit do të jetë pa dallime vendi ose etnie. Është këtë normale, ka dikastere, ka ministri. Po ka vendbanime 80, 70, 60, 100% prej ka vi unë me përkatësi shqiptare, si s'paha mundësi ati të shihet ai diskriminimi i thellë që flasim ne. Shihet edhe këtu të kia mandament që i kërkojnë. Që për 20 vite, vend që t'ish investu, ose këta 12 vite që qeveris BDI-a në komunën e Sarajit, respektivisht ta kish vu në shërbim liçenin e Treskës, 5 muj, 6 muj, ai liçen do t'i sjellke të mira begati, veprimtari të ndryshme qytetarëve të atij vendi. Po jo, nuk u intereson kjo. Me përulje votojnë dhe mbështesin propozime anakronike, propozime në baza etnike, propozime diskriminuese, propozime që t'i marrin edhe territoret edhe vendet, edhe që ndërtojnë sot histori, që thonë se Shkupi 2000 vjeta, 5000 vjet pas ka qenë vetëm i maqedonazëve. Kjo është absurdi. Absurd në kohën më moderne. Të harxhohen 1 miliard euro, mos kishe ujë për të pi. 1 miliard euro infrastrukturë, ndërtim përmendore, objekte që të rëna nuk ke sendet elementare në fillim që i thash. Dhe të vinë këtu në thonë se buxheti është edhe për ne, se mjetet i kena thith edhe për shqiptarët, kjo është me lujt me trurin kolektiv shqiptare. Kemi shpresat mëdha se janë momentet e fundit ku gjitha metodat dhe metodologji që ka përdor koncepti i filozofisë veprimit të shtetit dhe ky subjekt politik kanë marrë fund. Nuk do të mund me lujt me vetdijen, me votën e qytetarëve shqiptar. Kemi shpresat e këto negociata që janë duke u zhvilluar dhe ata kemi shpresat e faktorit ndërkombëtar që nuk do të lejojë më vjedhjen dhe kasapanën e votave. Do të ashtri dorën dhe ndikimin edhe mbi mediume. Fatkeqësisht e mediumet, po flas për mediumet shqiptare se qytetari maqedon ka ku e dëgjon mendimin ndryshe. Ndërsa qytetari shqiptar vetëm formë të uniformuar ndëgjon lajme. Këtu gjet debatohet 10 orë për propozim buxhetin, ndërsa ata kanë mundësinë në lajmet qendrore, në 2-3 servise publike dhe private, ka 10 sekonda qëndërimin e Partisë Demokratike Shqiptare. Ky është ai diskriminim dhe ai terrë i errët, i zi që si lën qytetarët mendojnë dhe të krijojnë opinion ndryshe për fenomene dhe dukuri. Po jemi të bindur se gjitha këta masa nën mbikëqyrjen e faktorit ndërkombëtar do të debllokohen. Edhe kjo vërfni, kjo diskriminim, kjo dhunë nuk do të mund kështu të kalohet. Nuk do të mund kështu të lihet në harresën e qytetarit shqiptar. Për shkak se janë 12 vite, s'janë as 2 muaj, as 2 vjet, as 2 dytë. 12 vjet. 12 vjet ndjekje, 12 vjet keqpërdorim, 12 vjet shqiptarët kanë punu për 100 hajnat BDI-s, që të pasurohen prej mundit dhe njerësës, ndajnë mjete korruptive në format ndryshme duke bërë reket edhe haraç mbi shqiptarët. Edhe ata të na defilojnë na për qendra shqiptarëve si bandit, si kriminal,
duke na ushtirur se kanë votën e qytetarit shqiptar dhe vullnetin e shqiptarëve, kjo nuk do të shkojë më. Jemi të bindur se nuk do të shkojë më. Edhe sa më shpejt kuptohet, edhe prej mjeteve që i shpërndajnë këto informata se çka është duke ndodhur këtu, edhe në seancë të komisioni, po gjithandej ta kenë me kujdes se si i shpërndajnë informacionet. Nuk mund në pafundësi të mahet qytetari në terr informativ. Nuk mund. Faleminderit.